E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të komentuar pak këtë qasjen e këtyre banorëve të cilët futen edhe hynë brenda shtëpisë së Big Brotherit për Elionën. Unë mendoj që edhe nga ana e produksionit është duke u keq përdorur pak si shumë kjo historia private e Elionës. Tani Eliona ka përjetuar një dhimbje shumë të madhe, është rritur pa nën, është rritur pa motrën e saj, por nuk ka mbetur pa dashurinë e babait, nuk ka mbetur pa dashurinë e familjes, të hallave, të tezeve, të dajollarëve, për këtë jam shumë i bindur. Dhe kjo është fuqia që Elionën e mban në skenë, kjo është fuqia që Elionën e mban të guximshme dhe kjo është fuqia që Elionës i jep të na tregon çdo ditë vlerat më të bukura të një gocës shqiptare. Tani, Eliona përflitet nga banorët. Nëna e Elionës përflitet shumë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Mbrëm erdhi nga ana e produksionit. Historia ishte ndarë në dy pjesë, domethënë u tha vetëm pjesa ku Eliona fliste për nënën. Nuk u komentua fare pjesa tjetër që Eliona domethënë është larguar, e kanë larguar në fakt nga shtëpia dhe e besoj që do të jetë një pjesë më vete. Domethënë Eliona është gjenerim klikimi. Eliona po mbahet për klikim dhe për këtë mua më vjen shumë keq. Unë apeloj edhe tek banorët e ri të cilët do të hyjnë brenda shtëpisë. Domethënë Labinoti mbrëmsa hyri drejtuar Elionës. Eliona vajza e re, Eliona vajza e vogël. Unë mendoj që Eliona ka më shumë vlera se sa është vetëm një vajzë e re. Eliona di të tregoj për kombin, Eliona di të tregoj për të rinj të cilët rriten, zhvillohen dhe edukohen në Europë, për lumturinë familjare që është atje, për mësimet që prindërit e tyre u japin që të vegjël që kombi shqiptar dhe populli shqiptar është kryevepra më e bukur. Domethënë, nëse ne si produksion fokusohemi vetëm te kjo historia dhe të merremi 3 javë me këtë historinë, duke e risjell, duke e rifol, unë mendoj që Eliona ka më shumë vlera dhe këtu pak mbrëm më pëlqeu Linda Rei që në një farë forme tha që le ta shohim edhe një dimension tjetër të Elionës, sepse Eliona ka shumë për të treguar, nuk është kot aty. Është vajzë me thënë talent, është vajzë multidimenzionale. Por ajo që unë shoh tek Eliona është që pak po përdoret dhe domethënë pak po i dramatizohen gjërat e saj vetëm për formë të klikimeve dhe mendoj që edhe familjarët lëndohen kur dëgjojnë privatësinë e tyre. Nëse flas pak për Lindën dhe për mundësinë që Linda dëshironte që të del nga shtëpia e Big Brother VIP Kosovës, është fakti sepse ajo që në momentin e parë kur ka hyrë, domethënë ka kërkuar një insulinë e cila nuk po i vjen. Po tani sa e drejt është për banorët e tjerë që këto banorët dalin, hyn, tani doli Alba, del Shkurta, del Linda, del Dolcia, shkon në Itali, vjen, domethënë kanë komunikim me botën e jashtme, rifreskohen dhe futen prap, vetëm në javën e parë. Sa e drejtë është për banorët e tjerë, të cilët janë brenda asaj shtëpie dhe luftojnë me mishe me shpirt, Londrimi lufton me shpirt, Eliona lufton me shpirt, Klodiani lufton me shpirt, Kushtrimi me shpirt e të gjithë banorët e tjerë, ndërsa disa nga banorët që produksioni është duke i lutur pafund, mundohen që të dalin të futen kur të duan ato. Sa e shikoni ju të drejt këtë gjë dhe sa e shikoni normale kur dikush kërkon të del ndërsa produksioni ushtron presion që ai të ri dhe të vazhdon lojën.